Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Paqja, mëshira, rahmeti, mirësi dhe begatit e të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar shikues dhe ju që na ndiqni nëpërmjet rrjeteve sociale, takohemi sërish këtu në TV Ikre në ciklin e ligjëratave të Ramazanit, ku sot mysafir kemi drejtorin e Institutit të Hifzit në Gostivar, Magjister Eliesa Hasani, me të cilin do të flasim mbi temën Ramazani, muaj i Kur'anit. I nderuar i drejtor, mirë se erdhët, është kënaqësi ju kemi në emisionet tona. Mirë se u gjetëm. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahu xhela xhelaluhu, i cili na udhëzoi me Kur'an. Salavatet e përzemërta ja dërgoi Muhammed alayhi salatu wassalam, i cili ishte Kur'ani që ishte mbi tokë, dhe përshëndetje familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ramazani me të vërtetë veçohet se është muaji i Kur'anit, është platforma ku zbriti Kur'ani. Çka do të nënkuptojmë me Kur'an, ose çka është roli i Kur'anit? Cila është rëndësia apo vlera e Kur'anit në Ramazan? Po, tash fillimisht do të bisedojmë për rolin e Kur'anit tek njeriu, tek besimtari, tek muslimani. Allahu xhela shanuhu në një ajet në surën Anbiya thot: "Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun." Ju kemi zbrit një libër që në të është tërë krenaria juaj. Krenaria, kodet e krenarisë, kodet e ruajtjes natyrshmërisë, kodet e suksesit, kodet e arritjeve, progresit, përparimit. Do të thotë të gjitha këto i keni në atë libër. Afala ta'qilun, a nuk mendoni, a nuk meditoni? Tash jemi të vetëdijshëm se jetojmë në një epokë, në një kohë ku njeriu ka sulme të gjithanshme, sulme të themi ndaj natyrës së tij, ndaj besimit të tij, ndaj familjes, ndaj natyrshmërisë, ndaj moralit, karakterit. Edhe kemi një mundësi për të ruajtur të gjitha këto vlera që kemi. Mundësia është pikërisht në Kur'an familjar. Këto telefona celulare të mençura që i përdorim, a kanë factory settings, që themi cilësimet e fabrikës? Her pas here kur pasojnë sulme viruse, ndonjëherë me kthimin në cilësimet e fabrikës, domethënë ato settingset, bëhet një lloj refresh, apo? Edhe njeriu si qenie, karshit të gjithë këtyre sulmeve aktuale që e bojnë ndaj njeriut, ndaj familjes, ndaj disa nocioneve, vlerave morale, fetare, kombëtare, të gjitha këto, Kur'ani na jep zgjidhjen dhe do të na jap deri në ditën e gjykimit këto kode për ta ruajtur njeriun në atë aspekt. Andaj Kur'ani është një libër nga vetë kuptimi i Kur'an që shumë lexohet, rilexohet, që duhet lexohet shumë për të hap veten. Ne ndonjëherë paragjykojmë se një herë nëse kemi lexuar për kthimin e Kur'anit, edhe vetë mjaftojmë, sikur jo, po Kurani duhet realizohet, duhet shpesh lexohet. Andaj Ramazani është në këtë aspekt një mundësi. Mënyra më e mirë, e mrekullueshme që të shfrytëzojmë mënyrën më të mirë të mundshme që të lexojmë, të meditojmë rreth ajeteve të Kur'anit. I nderuar, çka e lidh agjërimin me Kur'anin? Po. Shumë pyetje me vend. Padyshim që Kur'ani kërkon për ta kuptuar Kur'anin, për të thellëuar në Kur'an, për të nxjerrë ato gjovahiret nga Kur'ani famëlar. I duhet njeriu një lloj pajisje, një lloj ambient, një lloj, të themi, një vend, hapësirë ku do veçohet, ku do thellohet për të nxjerrë kuptimet dhe për ta jetësuar Kur'anin në jetën e tij, ose për ta nxjerrë Kur'anin në përditshmërinë e tij. E tash muaji i Ramazanit vet Allahu xhaleshanuhu
pasi flet në surën Al-Baqara për agjerimin, ju është bërë fars juve agjerimi, një sikur që ishte bërë popujve më parë. Menjëherë çështja e dytë se këtë shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Quran. Sikur Allah xhaleshu na jep na bën me dije karakterin e muajit Ramazan, ajo që duhet ta veçojë përveç agjerimit. Agjerimin e kuptuam se muaji Ramazan është muaji i agjerimit. Po çka? Pastaj është muaji i Kur'anit, në të zbriti Kur'anin. E tash çka lidh agjerimi me Kur'anin famëlart? Imam Gazaliu cek në natyrën e njerëzit tre fuqi: kuwatul aql, kuwatul ghadab edhe kuwatul nafs. Që themi kuve e aklije, kuve e gadabie dhe nefsije. Cekën tre fuqi në trupin, organizmin e njerëzit. Fuqia e mendjes, fuqia e zemrimit apo egos, temperamentit dhe fuqia e epshit. Tash shikoni, të gjitha këto fuqi kërkon një lloj qarkullim të gjakut, kërkon një lloj koncentrim, një lloj fokus. E tash normal dihet që kur fokusi është në njërin prej këtyre hapësirave, kjo tregon se është mangët në hapësira tjera. Shembull, kur qarkullimi ose përqendrimi është në fuqinë e botës epshore, epshit, dihet që jetë mangët mendja. Po. Tash sikur Allahu xhaleshanuhu gjatë agjerimit ne që privohemi nga epshi, ngrëna, pija, zemrimi, ne i revizojmë edhe sjelljet tona, jo zemrimit, jo egos, jo sikur me bllokimin e këtyre dy hapësirave, domethënë hapësira e epshit edhe hapësira e zemërimit, temperamentit, sikur Allahu xhaleshanuhu jep një hapësirë të përqendrimit të gjakut dhe fokusit, koncentrimit drejt arsyes, mendjes. Pse? Sepse për ta kuptuar Kur'anin duhet të aktivizohet arsyeja, mendja. Ka se Kur'anin e shumë ajete i drejtohet arsyes, e fela taqilun, yetadabbarun, yetadhakkarun, yetafakkarun, ulul albab, ulul absar. Të gjitha këto terme na bëjnë me dije se Kur'ani e zgjedh në komunikim personin i cili e aktivizon mendjen dhe arsyen. E tash paramendoni 30 ditë radhazi njeriu i cili e merr nën kontroll, domethënë atë hapësirën epshore, egos, zemrimit, temperamentit, edhe i jep hapësirë funksionimin rahatshëm themi të arsyes, atëherë bëhet takimi i Kur'anit me arsyen. Andaj duhet ta veçojmë muajin Ramazan edhe duhet ta shfrytëzojmë si një mundësi për të thelluar, për ta kuptuar më mirë, edhe për ta implementuar ose për ta marrë Kur'anin në përditshmërinë tonë, nga se Kur'ani është një libër që jetohet. Imam Gazaliu ka një libër Jawahirul Kur'an, aty thotë se qëllimi i Kur'anit nuk është për të thelluar, për të zgjeruar në tefsir, komente, jo, është libri i praktikës, i jetës. Është një sikur kur kanë pyet një lexues, a lexon për të bërë dietar? Jo, ka thënë, për të jetuar. E kjo mës miri duhet të kuptojmë me Kur'anin. Kur'ani është libër jete. Si thotë edhe Alia Izetbegović, të gjithë fetë janë religione, kurse Islami është sistem jete. Shumë bukur. Pikërisht. Pikërisht ky Islam mësohet nëpërmjet këtij Kur'ani për të cilin ne jemi duke folur. Pikërisht. Edhe për këtë domethënë lidhshmëria e muajit Ramazan me Kur'anin nuk është rastësi, por është një mundësi për të revizuar edhe raportin ton me Kur'anin, edhe për t'i bërë pyetjet gjatë muajit Ramazan. Kemi boll kohë, 30 ditë për ta pyetur vetveten ku e kam Kur'anin, në cilat segmente të jetës e kam prezent Kur'anin famëlar. Përpara se të kaloj në pyetjen tjetër, i nderuar më kujtoa një thënie lexova diku ku thot: a thu vallë agjeri muaj Ramazan e mori vlerën e tij për shkak të agjerimit si ibadet apo për shkak të zbritjes së Kur'anit. Kur'ani është ai i cili i dha vlerë apo agjerimi ishte vlera e cila e bëri që Kur'ani të zbres pikërisht në atë muaj. Shumë bukur që më vën. I nderuar, po të kthehemi në histori pak më herët tek jeta e sahabëve. Si ishin sahabët me Kur'anin gjatë muajit Ramazan? Tash raporti i sahabëve, nga se me të vërtet Kurani është një libër që kërkon besimtarit të komunikojë direkt me të. Jemi të vetëdijshëm në çfarë forma i drejtohet Kurani, ju, ti, bëri, bëre,
thuaj, vepro, apo? Kjo tregon se e zgjedh njeriu në karshi edhe komunikon Kur'anin. Kur themi ne Kur'an sot, domethënë në trurin ton paraqitet një formë, musafi jon, si zakonisht me të cilin kalojmë kohë, apo? Mirë po, për sahabët nuk ishte diçka konkrete, fizike, por ishte fjalë, ishte frym, ishte frymarrje, ishte vepër, ishte praktik, ishte komunikim. Dhe ata me çdo ajet komunikonin dhe jepnin përgjigje. Nga se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i edukoi në këtë frym. Ja një ditë u dritu sahabe Muhamedi alaihi salam, një hadith që ceket në Ahmed ibn Hanbel, në koleksionin e tij, edhe u lexoi sahabive surën Rahman. Pasë nuk reaguan mbas ajeteve, domethënë ndoshta me qetësi e ndëgjuan. Tha, çka është me ju që nuk komunikuat me surën Rahman? Nga se thot Muhamedi alayhis salam, një ditë gjinëve u lexua surën Rahman, ata mbas çdo përsëritje së ajetit febi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, cilin të mirë ose begatit po mund të mohoni. Ata mbas çdo ajet thuanin asnjë të mirë ne nuk e mohojmë, falënderimi takon vetëm Allahut xhalla xhelaluhu. Që do të thotë, pejgamberi sallam i nxiste ata që të kenë komunikim direkt me Kur'anin familjar. Edhe ja kemi shembull që sahabit e morën këtë mësim nga Muhamedi alayhis salam. E kemi shembullin e djalit të Hazreti Omerit, Abdullah ibn Omer, i cili çdo herë kur realizonte ajetin Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk ka erdhur më momenti që besimtarve të mbushet zemra me frikë respekt kur e përmendin Allahun? Ai alevanosisht në atë moment. Thoshte bela ya Rab, po o Zot, ka erdhur momenti që zemra ime të mbushet, ngopet me frikë respekt ndaj teje, edhe binte alevanosisht. E kemi rastin e një sahabiu tjetër i cili nga natyra, nga krijimi, e kishte pak zërin themi bariton, trash, të lartë. Edhe në mexhlis kur folte, bile edhe në mexhlis kur ishte pejgamberi, kur folte ai sikur zëri i tij mbisundonte. Kur zbret në surën Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Mos e ngrëni zërin tuaj mbi zërin e pejgamberit, njeriu u mbyll në shtëpi, se shikoni ata si e perceptojnë Kur'anin. Ata çdo një ajet e merrshin përsipër, nuk mendojnë se për cilin flet ajeti. Se Zoti drejt për drejt më drejtohet mua. Pikërisht. Edhe njeriu u sëmur, hyri në depresion. Pejgamberi sallam mori vesh për këtë dhe dërgoi një njeri t'ia bëjë me dije se ti filan nuk bëhet fjalë për ti. Ti e ke nga natyra. Ka për qëllim ata persona që erdhën ta thirrin Muhamedit alayhis salam, po, edhe ishin me sjellje të vrashtë kur thoshin o Muhammed bërtishin nga jashtë. E kishte për qëllim ajeti ata, jo këtë. Mirë po njeriu nuk doli nga shtëpia derisa përjetoi një depresion të rëndë, duke marrë përsipër ajetin famullar. Kemi shumë raste nga mënyra se si sahabët çdo ajet, jo vetëm një herë, por çdo herë që lexonin ajetin, vepronin, domethënë konform urdhrave. Po. Kemi sahabiun i cili ndëgjoi ajetin afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. A nuk e shikojnë devja se si është kriju? Njeriu ndoli nga shtëpia, shkoi te devja vet, te devja të cilën e kishte deri atë ditë si kafsh, e kishte si mjet transporti, nuk e kishte shikuar në atë aspekt. Mirë po mbas zbritjes së ajetit, ai si një lloj syza kuranore filloi ta shikoi devën e vet, ta bëj analizë. Që do të thotë se Kurani ishte një lebër i gjallë që komunikonin ata me Kuranin, kishin komunikim direkt. Që duhet të na frymëzon që edhe ne kur të lexojmë Kuranin sot, ta perceptojmë si një komunikim i gjallë, jo një libër, por sikur Kurani neve na flet. Çdo një urdhër, çdo një ndalesë, çdo një shembull që jep për pejgamberët, edhe çdo një veprim i gjymt i keq që përshkruan Kurani, ne duhet të shikojmë te vetja edhe ta lëmë atë hapësirën e komunikimit direkt Kurani dhe unë. I nderuar, me që jemi në fund të këtij emisioni, shkurtimisht do kishim dashur një mesazh për ata të cilët na ndjekin. Cili do të ishte mesazhi juaj për sa i përket temës për cilën mesazhi ishte fillimisht u uroj të gjithëve Ramazanin. Allahu xhallahu të gjithëve na boft nasip. Amin. Që ti kemi agjërime të pranuara, lexime të Kuranit që do të na frymëzojnë që edhe ne ta
bëjmë atë komunikimin direkt me Kur'anin familjar, të ne pranon të gjitha lutjet, Allahu xhaleshanu, bëjmë mirësit. Në fund të kisha sugjeru, gjatë muajit Ramazanit, ja shembull, hoxhallarët që lexojnë nëpër xhami mukabele, në fund mukabeles 5 minuta, 7 minuta, të bëjnë një sqarim rreth disa ajeteve në atë gjuhës. Do të thotë që të dalin me nasip me diçka, me ndonjë mesazh nga mukabele. Vëllezërit ton të mundohen të lexojnë ndonjë përkthim gjatë muajit Ramazanit, përkthimin e Kuranit, nga se Kurani është libër që duhet meditojmë, të marrim shembull, të jetësojmë. Një këshill tjetër, ja unë ka disa vite që praktikoj vetë. Kur vin muaji Ramazan, 3-4 libra në lidhje me Kur'anin zgjedhi, edhe gjatë muajit Ramazan kaloj kohë me ato libra. Nuk lexoj literaturë tjetër, nga se mundohem ta shfrytëzoj atë atmosferën shpirtërore të bukur të Ramazanit, që edhe unë diçka në jetën tem përmirësoj raportin tem me Kur'anin familjar, nëpërmes leximeve që bëj gjatë muajit. Nderuari drejtor, ne ju falenderojmë që ishit pjesë e këtij emisioni. Lutim Allahun xhaleshani t'ju jep shëndet, mirë jetë të gjatë dhe suksese në punën tuaj. Gjithashtu lutim Allahun xhaleshani që ky muaj, meqense është muaj edhe i Kur'anit, të mundohemi që të shfrytëzojmë Kur'anin duke lexuar, duke medituar, duke u munduar që të kuptojmë porositë të cilat na jep Kur'ani dhe dashur Allahu xhaleshani që kur dalim prej muajit të Ramazanit të dalim me një bagazh të sevapeve tona dhe inshallah të arrijmë edhe shpërblimin e Allahu xhaleshanu. Inshallah. Ju falenderoj. Atëherë të nderuar shikues, ne jemi në fund të këtij emisioni, ju falenderojmë për vëmendjen. Lutim Allahun xhaleshanu për ibadete, adhurime të pranuara për të gjithë ne. Takohemi nesër mbrëmë në të njëjtën kohë. Deri atëherë qofshin në mbrojtjen e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.